Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Prouda zhvilloi një takim zyrtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zëvendësdrejtorin e programit ICTAP të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, zotin Steven Fields. Gjatë këtij takimi u vlerësua mbështetja e vazhdueshme dhe shumë dimensionale që ICTAP i ka dhënë Policisë së Shtetit që prej vitit 1998 në fusha strategjike si menaxhimi i kufive, lufta kundër krimit të organizuar, ngritja e kapaciteteve njerëzore, përmirësimi i sistemeve teknologjike dhe trajnimi profesional i forcave të rendit. Drejtori Prouda nënvizoi rolin thelbësor të këtij bashkëpunimi me modernizimin e strukturave të policisë shqiptare, duke përmendur projektet kyçe si TIMS dhe PRIMS, që kanë sjellë një rritje të ndjeshme në kontrollin e territorit dhe menaxhimin e të dhënave operative. Gjithashtu u evidentua rëndësia e mekanizmave të ngritur kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, ku kontributi i ICTAP ka qenë i pazëvendësueshëm. Në përfundim të takimit, Prouda falenderoi përfaqësuesit amerikan për besimin, mbështetjen dhe investimet e vazhdueshme financiare dhe teknike, duke e cilësuar këtë partneritet si një model suksesi për zhvillimin e institucioneve të sigurisë në Shqipëri.